Zoti Islami, të kalojmë pak në luftën mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit, ku nga njëra anë Donald Trump shprehet se është afër një armëpushimi të plotë dhe rinisjes së negociatave me Iranin, dhe nga ana tjetër ka deklaruar se do të dërgojë 10.000 trupa në lindjen e mesme. Ju si e shikoni në këtë rast? Çfarë po ndodh me vetë Trumpin, Iranin dhe konfliktin në lindjen e mesme? E kam thënë dhe në të kaluarën, Trumpi i ka hyrë detit me këmbë, me luftën që filloi në Iran. Vërtet e ka shkatëruar, ka shkaktuar dhe rreth 1 trilion dollar dëme dhe shkatërim total të shumë qendrave dhe qyteteve, po pjesën e shëndosh të armatimit dhe të ushtrisë iraniane as ka arritur ta di se ku është. Sa i përket ushtarëve që ka çuar atje, i ka çuar thjesht për show, sepse ata luftë toksore në Iran nuk bëjnë dot. Ishte pamundur. Po të fillojnë sulme në tokë, ata do shkojnë thjesht mish për tokë. Dhe do bëjnë kurban i një deliri që ka Donald Trumpi për të pushtuar Iranin dhe për ta nënshtruar. Irani do të rrisë superfuqi atje ku është. Irani ka resurse të pafund, prodhon armë shumë moderne, ka ndihmën e Kinës, të Rusisë dhe të Koreas Veriut për të prodhuar armatime moderne. Është vonë shumë Trumpi që të tërhiqet dhe të çojë ushtarët amerikanë në shtëpitë të tyre, sepse po i bën kurban për interesa të një kriminali, të një sadisti, të një përbindësi që quhet Benjamin Netanyahu, që ka mbytur popujt në gjak, qoftë në Liban, qoftë në Siri, qoftë në Izrael, qoftë në Palestinë. Pra, ai presidenti amerikan zotëri po bën një aventurë që i kushton qytetarëve amerikanë gjak, pa interes dhe pa shkak. Se si bëri gjë Irani Amerikës dhe popullit amerikan. Irani ka kërkuar që Izraeli të shkojë në kufit e tij. Dhe ta mbrojnë Izraelin, po që të shkojnë të hyjnë në Iran nuk do ta bëjnë dot kurrë, sepse përveç Iranit, Turqia ka deklaruar dhe ka thënë 2 milion ushtarë do t'i çojë menjëherë në Izrael. Menjëherë dhe çoni ka të tëra kapacitetet dhe mundësitë ta çojë. Pra është me të vërtetë i ka hyrë detit në këmbë ky presidenti amerikan. Nuk e di ku do përfundojë, se di, mbase në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do dalë politikan larg pamës dhe ta marrën këtë kthes, të kthejnë ushtrinë amerikane në gazerma dhe të shpëtojnë jetët e djemve dhe të burrave amerikanë që mund të vënë mish për tokë të Izraelit në Iran. Po, nga ana tjetër, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli kërkojnë që Irani të mos ndërtojë armën bërthamore qoftë në Hamas. Ku e gjetën ato të drejtë ta ndalojnë? Kush? Sepse përbën kërcënim për vetë rajonin. Po pse Izraeli s'ka kërcënuar, s'ka mbytur botën në gjak deri tani? Çka ka bërë? Jo zotëri, jo. Jo zotëri, jo. Kjo është tamam si ajo rralla shqiptare, gjitha shqiptare, si thonë, që ujku i thoshte qëngjit që ishte 50 metra më poshtë, i thoshte më tërmbullove ujt. Jo, por zotëri, pse pas ka të drejtë Izraeli të ketë arma atomike dhe Irani nuk ka për të mbrojtur? Jam kundër këtij presioni që i bëhet Iranit. Në këtë rast, ju si e shikoni vijimin e kësaj përplasje, deri ku mund të shkojë? Kjo do jetë një fitore e Iranit, po me kosto të lartë. Që do të thotë? Që do të thotë amerikanët do humbasin luftën atje dhe do të rriqen. Dhe pasaj mirë Izraeli. Dhe pasaj mirë Izraeli. Ju thoni që mund të tërhiqet ashtu si që u tërhoq nga Afganistani? Eksakt. Eksakt. Se lufta atomike bërthamore Izraeli nuk mundot, se lë njeri. Se lën shtetet e tjera të mbyshin botën gjakaj. Kështu që unë kështu e shikoj. Mund të dojnë dhe mrekulira, po unë kështu e shikoj.
Në këtë rast, sa i përket këtij konflikti, a mendoni se pas Iranit, se ju e shprehët deri diku, qëndron qoftë Rusia, por sidomos Kina, ku së fundmi është raportuar se është kapur një satelit spiun i cili ka zbardhur pikat e bazave amerikane në lindjen e mesme, të cilat u goditur më pas dhe nga Irani. Kina ka interesa jetike në Iran, zotëri. Kina ka një industri të llashtatshme, një zhvillim industrial shumë të madh, dhe për pasojë ka nevojë për energji. Pra, energjinë ku do ta marrë? Do ta marrë në Iran. Dhe Amerika nuk mund të ndërpres dot energjinë dhe furnizimin dhe rrugkalimin Kinës për të vajtur të marrë naftën atë, sikur si po ndodh për ditë. Anijet kineze shkojnë e furnizohen. Pra, Amerika nëse do vazhdoj që të godas interesat kineze në gjirin e Hormuzit dhe në Iran, atëherë duhet të presi goditjen e Tajvanit nga Kina. A mund të ketë një përplasje direkte mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Kinës në këtë rast? Pa dyshim, nëse Kina do sulmoj atë Tajvanin, patjetër që Amerika do shkojë ta mbrojë. Se cili do jetë fundi nuk e di. Se parashikoj do. Por është e pamundur që Kina të presi dhe të duroj dhe të përshtatet me blokadën që i bën Amerika direkt industrisë kineze, duke i ndaluar furnizimin me naftë nga Irani dhe gaz natyror. Ndërkohë, teksa ka përpjekje për bisedime, por edhe në negociatat e fundit me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaronte se ai do të vazhdonte luftën me Iranin pavarësisht se si shkonin negociatat. Në këtë rast, çfarë është kjo sjellje e Netanyahut kundrejt përpjekjeve për negociata nga njëra anë dhe ku nga ana tjetër ky thotë se do të vijojë luftën? Çfarë kërkon ai? Ku kërkon të arrijë? Ai kërkon të bëjë luftë botërore. Politika e tij dhe këmbgulja e tij është drejt përshkallëzimit të luftës botërore, për të një lufte bërthamore. Se sa do ta hanë këtë karem të Netanyahut, politikanët amerikanë, nuk e di. Deri tani e kanë situatën jashtëzakonisht të rëndë dhe në dëm të interesave amerikane. Asnjë s'ka fituar Amerika deri tani. Asnjë deri atje. Thjesht ka shkatëruar objekte civile në Iran, ka bërë dëme kolosale, por që janë dëme që rikuperohen për një kohë shumë të shkurtër. Për 10 vjet Irani e merr veten. Zoti Islami, në analizat që bëhen në mediat izraelite shkruhet se Turqia mund të jetë Irani i ri në rajonin e lindjes mesme, duke qenë se ajo ka një peshë specifike në këtë rast. A mendoni se Izraeli është duke u përpjekur që ta tërheqë Turqinë në një konflikt për ta zgjeruar edhe më tej këtë që po shohim aktualisht? Izraeli e di mirë që me Turqinë nuk fiton dot luftë. Izraeli e di mirë që Turqia, meqense është vend kufitar, mund të dërgojë në Izrael 2 milion ushtarë, si është deklaruar kjo nga presidenti turk. E di mirë, është po ngacmoj Turqinë, do thotë që vendosi vetvrasje përfundimtare. Dhe unë shpresoj që ai nga të filloj luftën me Turqinë që të qërohet njëre mirë nga politika dhe nga paqja e dheut. Ajo është një grop e zezë që i shkakton dëme dhe dhimbje të mëdha gjithë planetit. Në këtë rast, ju si e shikoni superfuqinë ushtarake të Turqisë? A do jetë ajo që do të dominojë në vëimësi rajonin e lindjes mesme? Pa diskutim, sepse Turqia ka dhe armatim ajror, aviacion dhe armë raketore, ka dhe ushtri, ka dhe numrin e ushtarëve, e ka dhe fare të kollajt që të sulmojë nga deti, nga ajri dhe nga toka Izraelin. Ja zë frymë, prandaj them, inshallah do Zoti dhe e çon Netanyahu të hyjë në luftë me Turqinë. Se mos harroni që Turqia është vendi NATO-s. Dhe Izraeli pastaj do të detyrohet të hyjë në luftë me vendet e tjera të NATO-s.
Zoti Islami në gjithë këtë konflikt pra që për paraqet një rrezik shumë të madh dhe mund të preket dhe rajoni Ballkanit në një rast hipotetik ose nëse mund zjerohet. Në këtë rast, çfarë po bëjnë vetë shqiptarët? Sa të përgatitur janë për një konflikt mundshëm që mund të vijë në rajonin e Ballkanit perëndimor? Mos pyet për njerëz të vdekur e të pambuluar. Bënoj pyetje tjetër, të lutem. Unë dua pikpamjen tënde si e shikon aspektin ushtarak qoftë Kosovës, të Shqipërisë. Ku ke ushtri dhe armatim në Shqipëri? Ne kemi thënë. Shqipëria është me duar në xhepe.